Shyret e Behluli shpallet ambasadore e paqes në 18 vjetorin e pavarësisë. Shyret e Behluli ka ndarë një lajm të rëndësishëm me ndjekësit e saj, teksa është shpallur ambasadore e paqes nga Ambasada e Paqes në Tiranë, së bashku me personalitete të tjera të shuara. Artistja e njohur u shpreh me mirënjohje të thellë për këtë vlerësim, duke theksuar se ky ndërmerr një domethënie të veçantë, pasi ceremonia u mbajt në ditën e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ky moment merr një domethënie edhe më të veçantë pasi u mbajt në ditën e 18 vjetorit të pavarësisë, një datë që përfaqëson sakrificë, krenari dhe vizion për të ardhmen. Të përfaqësosh paqen në një ditë kaq simbolike është përgjegjësi dhe privilegj i jashtëzakonshëm, ka shkruar ajo. Në fund, Behluli uroi që fryma e paqes, bashkëpunimit dhe unitetit të udhëheqë gjithmonë, duke uruar të gjithë qytetarët për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.